Mbrëmjen e së shtunës, Rozana Radi u shpall finaliste e parë pas një nominimi kokë më kokë me Gerta Gixharin. Por gjesti nuk e ka pritur mirë faktin që Rozana Radi është shpallur finaliste e parë. Teksa ka qenë duke biseduar me Eglin, ai është shprehur se do bëj skandal. Unë e shti benzin, e kalli. Kam për të hyrë në burg, betona, i ka thënë ai Eglit. Më pas pranë tyre është bashkuar Gerta e cila ka biseduar me Gjestin. Nëse Jozi, Danja, Egli, Rozana dalin në finale, na mbesin kërkun, unë e kalli benzin biznesin. Hy në burg dhe cjau. Iku jeta. Ky është fundi, tha Gjesti. Kujtojmë se Egli Tako dhe Lajt Vasili janë dy pretendentët për finalistin e dytë, pasi Rozana si finalistja e parë i dërgoi në nominim.